Kryeministri Edi Rama ka mbledhur këtë të premte kabinetin e ri qeveritar, menjëherë pas betimit të ministrave të rinj. Ministrat e rinj të qeverisë Rama 4 u betuan këtë të premte para presidentit të Republikës, Bajram Begaj, duke marrë zyrtarisht postet. Ndryshimet në qeveri u miratuan të enten në kuvend me votat e vetë socialistëve. Albana Koqiu u emërua zëvendës kryeministre, duke zëvendësuar Belinda Ballukun. Ferit Hoxha u emërua ministër për Europën dhe punët e jashtme, duke zëvendësuar Elisa Spiropalin. Toni Gogu u emërua ministër i drejtësisë, duke zëvendësuar Besfort Lamallarin, i cili u emërua ministër i brendshëm, duke zëvendësuar Albana Koqiun. Ermal Nufi u emërua ministër i mbrojtjes, duke zëvendësuar Pirro Vengun, i cili mbeti pa post. Ndërkohë, Enea Karakaçi u emërua ministër i infrastrukturës dhe energjisë, duke zëvendësuar Belinda Ballukun, dhe Eriona Ismaili u emërua ministre shteti për marrëdhëniet me parlamentin, duke zëvendësuar Toni Gogun.